Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 9 korik dhe Kishërinë Ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e parë apo së parë drejtuar Korintasve, kapitulli 3 vargu 18 deri vargu 23. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetave. Askush të mos mashtrojë vetveten në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marr që mund të bëhet i urtë, sepse dituria e kësaj bote është marrëzi pranë Perëndis, sepse shkruar ai zot të urtët në dinakrinë e tyre. Dhe përsëri, Zoti një mendimet e të urtëve se janë të kota. Prandaj asnjë të mos mburet ndër njerëzit, sepse të gjithë gjërat janë tuaja. Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, gjërat e tanishme dhe gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat janë tuaja. Dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Pra, ky fragment është nga letra drejtuar Korintasve dhe ne le ta komentojmë sipas hetërve, duke lexuar varg më varg. Jemi në vargun 18 të kapitullit të 3, ku na thuhet: askush të mos mashtrojë vetveten, në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marrë që të mund të bëhet i urtë. Si të kuptojmë këto fjalë të apostullit? Shën Joan Gojarti e interpreton dhe thotë se mashtrimi më i madh është kur njeriu beson se nuk ka më nevojë të mësohet nga Perëndia, pra ai ka një urtësi të lindur ose të fituar. Dhe ai që mbështet veten në arsyetimin e vet, nuk mund pranoj urtësinë hyjnore. Dhe Shën Agustini Hippo shpjegon se të bëhesh i marr do të thotë të pranosh porosisht ungjillin, dhe nëse bota e konsideron atë marrëzi. Fatkeqësisht bota ungjillin e konsideron dobësi ose marrëzi, por aty është urtësi, dituri dhe fuqia e Perëndis. Pra, në qoftë se neve duam të pranojmë ungjillin, duhet të bëhemi të marrë për botën, sepse bota na konsideron neve të krishterët që pranojmë ungjillin dhe e jetojmë ungjillin si njerëz të dobët ose njerëz të madh. Po këtu është fuqia jon. Pra, ajo që ne duket për njerëzit marrëzi është urtësi, dituri, dhe ajo që duket për dobësi është fuqia e Perëndis. Kjo bën që krishterët në çdo kohë kanë mbijetuar përballë sfidave, sepse ata kanë pasur urtësinë, diturinë dhe fuqinë e Perëndis, pavarësisht se për botën kjo duket marrëzi ose dobësi. Shën Ambrozi Milan thekson se porosia është fillimi i urtësisë. Çdo thotë ti je i porur. I porur do thotë të zbrazësh veten nga mendimet e tua, pra të vësh veten në vend të parë. Pra, do thotë hiqe veten e parë të vetes dhe vendos Perëndin në vendin e parë të vetes tënde, dhe kjo do thotë porulësi. Pra, shoqëritë shpesh bazohen në zgjuarsinë me suksesin, famën ose dijen akademike. Ky varg na kujton se urtësia e vërtet fillon kur pranojmë se kemi nevojë të mësohemi nga Perëndia. Prandaj të dashur krishterë, sa herë që vendosni për diçka, konsultoheni me Perëndin ose me të dërguarit e Perëndis, që gjërat të shkojnë mirë, sepse thuhet në fjalë të urta, një rrugë njeriu i duket e drejtë, por në fund është humbje. Dhe këtu flasim për egoistët. Por le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargun 19, sepse dituria e kësaj bote është marrëzi pranë Perëndis, sepse shkruar ai zot të urtët në dinakrinë e tyre. Shën Joan Gojarti nuk e dënon shkencën apo dijen, filozofinë e njerëzve, por krenarin që vendos mendjen njerëzore mbi Perëndin. Ku shkenca, dija, filozofia përpiqen të eklipsojnë Perëndin dhe të shfaqen sikur ato kanë më fuqi, më dituri, më urtësi se dituria dhe fuqia e Perëndis, patjetër që ato janë të dëmshme, sepse janë të gënjeshtra. Shën Klementi Aleksandri mëson se filozofia është e dobishme vetëm kur çon drejt Krishtit. Çfarë është shkenca? Shkenca është të zbulosh ligjin që ka krijuar urtësia e Perëndis. Dhe filozofia është të arsyetosh mbi atë që ka krijuar Perëndia. Kurse teologjia nuk është një arsyetim njerëzor, është një zbulesë hyjnore e Perëndisë të njeriu. Prandaj dhe teologjia quhet shkenca e shkencave. Kështu që njeriu i monshur duhet mësojë në fillim teologji, pastaj është mirë të mësojë edhe një shkencë tjetër, që kështu që ajo që mëson të ketë një bazament të fortë në urtësinë, diturinë e Perëndisë. Kështu bënin njerëzit e monshur më përpara, por sot njerëzit të cilët janë tepër egocentrik, mendojnë se mjafton dija e tyre, shkenca e tyre, filozofia e tyre, që në fund të fundit pastaj kthejnë një bumerang ndaj vetë personit ose njerëzimit dhe shoqërisë. Ashtu siç po e shikojmë edhe sot.
Teknologjia, inteligjenca dhe arritjet janë bekime sepse kur ato përdoren në të mirë të njerëzimit dhe për t'i dhënë lavdi krijuesit. Por nuk mund të zvendçojnë të vërtetën, dashurinë dhe shpëtimin që vjen nga Perëndia, që është unik. Le të flasim dhe për vargun 20. Dhe përsëri Zoti njeh mendimet e të urdhëve se janë të kotë. Shikojnë që, si thotë shënjangu i arti, Zoti sheh jo vetëm veprat, por njeh edhe motivet e zemrës, mendimet që dalin nga zemra. Shënvasili madhështon se shumë plane njerëzore duken të mëdha, por janë bosh kur nuk ndërtohen mbi vullnetin e Perëndis. E tha dhe Krishti, ai që dëgjon fjalët e mia nuk i zbaton janë njeriu që ndërton shtëpinë e tij në rër, edhe erdhi fortuna, frynera dhe shtëpia ra. Tërëzimi ishte shumë i madh. Pra, kështu rrëzohen ata njerëz në mendimet e tyre, në filozofitë e tyre, por dhe në veprat e tyre kur i bëjnë pa Perëndi. Ne mund kemi plane të shkëlqyera, por pyetja është, a kërkojmë në këto plane lavdinë e Perëndis apo lavdinë tonë? Nëse ne do kërkojmë lavdinë tonë, patjetër që planet tona do të dështojnë, sepse ne nuk jemi të vetë mjaftueshëm si Perëndia. Ne jemi krijesa të varur që kemi nevojë për urtësinë, diturinë, fuqinë e Perëndis. Dhe ato që mendojmë dhe dëshirojmë duhet të jenë sipas vullnetit ynor që të përmbushen me ndihmën e Perëndis në jetën tonë. Në vargun 21 lexojmë: prandaj asnjë të mos mburet ndër njerëzit, sepse të gjithë gjërat janë tuaja. Në këtë varg na tregohet, siç thonë Etri Shënjangu i arti, se korintasit po ndaheshin në grupe. Disa ndiqnin apostol Pavlin, të tjerët Apolin dhe Kefën. Fatkeqësisht, edhe brenda komuniteteve të krishterë, ndonjëherë ndodhin ndasi duke keq përdorur, keq interpretuar dhe punën ose veprimtarinë apostolike, siç ishin edhe korintasit. Ata kishin filluar të bënin grupime rivale, ku secili mbante nga një apostull si lideri të tyre. Kur në të vërtetë apostujt bënin të njëjtin punë dhe ishin të rëndësishëm njësoj. Apostujt u kujtojnë se gjithë janë shërbëtorë të Krishtit. Pra, si apostull Pavli, si Apoli, po dhe Kefa, dhe këtu flasim për apostull Petro, janë shërbëtorë të Krishtit në shërbim të kishës. Shënqëria Aleksandris thotë se uniteti i kishës është më i rëndësishëm se çdo personalitet. Prandaj, neve të krishterët duhet kemi kujdes, mos ndërtojmë besimin tonë mbi një predikues, prift, teolog ose katekist, pavarësisht se mund të jetë një figurë e njohur. Besimi ynë duhet të jetë në Krishtin dhe në kishën e Krishtit. Kisha ortodokse gjithmonë është përpikur të ketë unitet dhe jo uniformitet. Pra, brenda kishës ortodokse ka dhe, si them, grupime të cilët janë vllazëri, por këto vllazëri nuk mund të jenë kundërshtare me njëra tjetrën. Prandaj kisha ortodokse është ruajtur etiketimit të këtyre grupimeve me emra të veçantë, por gjithmonë ka ruajtur atë formatin e saj të përgjithshëm, ku të gjithë të ndjehen të barabartë dhe të njësuar brenda kishës. Dhe në vargun 22 na thuhet: Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, gjërat tanishme dhe gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat janë tuaja. Tashmë apostull Pavli, si thotë Shënjangu i arti, shpjegon se besimtari nuk është skllav i botës. Përkundrazi, gjithçka vjet në shërbim dhe në shpëtimin e tij. Edhe apostujt nuk janë të pavarur në vetvete. Ata janë shërbëtorë të Krishtit, ata janë shërbëtorë të kishës, dhe kështu që besimtari nuk duhet të jetë skllav i një grupimi, por duhet të jetë i lirë brenda kishës dhe duhet i përdoret të gjithë që janë instrumenta të kishës si njerëz për të mësuar dhe shenjtëruar kishën, trupin e Krishtit, pra kishën militante flasim, kishën në tokë. Shëni Irineu Leoni mëson se dhe sprova dhe vdekjet përmes Krishtit shndrohen në rrugë drejt jetës përjetshme. Pra, ne nuk jemi sklever jo vetëm të njerëzve, por edhe të vdekjes që duket e pa kalueshme, e pa përballueshme nga njerëzit. Edhe vdekja për ne nuk është një skllavëri. Përkundrazi, në Krishtin është shndruar në një kalim. Pra, i krishteri është i lirë, nuk është i skllavëruar nga filozofira ose nga grupime aq më keq kur këto bëhen brenda komunitetit të krishterë. Prandaj, edhe vuajtja dhe humbja dhe sfidat mund të bëjnë mjete për lidhjen tonë shpirtërore kur jetohet më Krishtin. Në Krishtin ne jemi të lirë dhe asgjë nuk na skllavëron. As njerëz, as ngjarje, as fenomene. Por le të flasim edhe për vargun 23, dhe ju jeni në të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis.
Shën Athanasi ma thotë se ky është kulmi i gjithë argumentit. Identiteti ynë nuk përcaktohet nga bota, por nga përkatësia jonë tek Krishti. Pra ne jemi të Krishtit, të askujt tjetër. Dhe Shën Agustini Hipos thekson se vetëm në Krishtin njeriu gjen lirinë dhe plotësinë e jetës, dhe Shën Johan Gojarti thekson se nëse jemi të Krishtit, nuk duhet të roborohemi nga lavdia njerëzore. Në një kohë kur sot identiteti shpesh lidhet me profesionin, statusin ose rrjetet sociale, ose dhe me individ, apostulli na kujton se identiteti më i thellë është përkatësia e Krishtit, ti jesh i Krishtit, sepse dhe Krishti nuk është i vetes, por është i Perëndis. Prandaj, mesazhi kryesor i jetërve për këtë pasazh është të heqim dorën nga krenaria intelektuale, nga arsyetimi dhe pëlqimi vetes tonë, të kërkojmë urtësinë që vjen nga Perëndia, të mos krijojmë ndarje, fraksione, duke lidhur verbërisht pas njerëzve, edhe pse ata mund të jenë njerëz të dërguar nga Perëndia, por ne nuk lidhemi rreth tyre, por nëpërmjet tyre ne lidhemi me Perëndin. Të jetojmë me përgjegjësi dhe unitet, që kjo është shumë e rëndësishme brenda kishës, dhe të kujtojmë se gjithçka merr kuptim vetëm në Krishtin. Prandaj kështu le të shikojmë këto mesazhe të letrës së apostullit Pavlit ose kësaj pjese drejtuar Korintasve. Pra, urtësia vërtet nuk mund matet me sa di njeriu, por me sa e njeh veten ai. Dhe kështu, kur ai i njeh veten se është i paditur, do ta zbrazë veten nga mendja e vet dhe do pranojmë mendjen e Perëndis, urtësinë dhe diturinë e Perëndis. Vetëm atëherë njeriu bëhet i urtë. Edhe nëse bota nuk e kupton këtë urtësi dhe e quan të marrë krishterin, por çfarë thot apostulli Pavli? Bëhuni të marrë për botën, pra bota le të stigmatizojë që të bëni të urtë për Perëndin në Krishtin, që është urtësi, dituri dhe fuqia e Perëndis. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë, mirupafshim.